Në qytetin e Tetovës apo jashtë vendit? A ta them me një fjali shumë të bukur që më pëlqen shumë. Shumë poetike, a? Aty thot. Po. Aty shkruhet. Ka mundësi një muzikë pak. Jo, stani. Thot, leje atë qytet të vogël për para se të t'i vras ëndrat tuaja. Apo kupton? Olt Frashëri. Let's go! Mustegjet. Mustegjet më si harat lume. Rand? Prej euforisë shiri, do thoya se pa tjetër duhet largohem prej Tetovës, pa tjetër, se po mi vret ëndrat. Po një dit, deshta, jetën do mbaroj atje ku e kom nisë. Qatë e di. Si i ri besoj se do ishte ëndra e gjithve edhe jove të largoheni nga Shkupi. Ajo. Ba? Gresa? Paka shumë, po. Unë du me provu jetën studentore jashtë vendit. E kisha provu një semestër. Edhe pa kisha këthi. A më dhunë si e randi, unë pa tjetër e kam më këthy në Shkup. Edhe unë pa tjetër e kam më këthi. Shko tash, më varet ku të bjen ajo jetë, po nuk është edhe gabim që me marrë DNA për një vendit tjetër e me sjell të vendi jotë, me pasuru alloj vendi. Se tash, si gjithmonë, historia të cilët njerëzi ka respektu ma shumë, gjithmonë kanë qenë storytellers, që i themi në anglisht, ata që kanë tregu storje, kanë tregu histori. Gjithmonë kanë qenë më të respektuarit ata që kanë udhëtu, kanë shku, kanë eksploru vendet të reja, e kanë pruat lloj kulture tek vendi i tyre. Ajo ekziston ende, por thjesht është në një mënyrë më të modernuar. Olti, ata them diçka. Oltin largoj prej Tetovën se ne largon prej Oltit. Unë besoj që pajtohem. Frashëri 2.0. Frashëri 2.0. Nuk e besoj këtë se... Jo, faj konica, që? Jo, i dini që kam edhe... që nuk jam, unë thështë, unë jam një nipi Kosovës. Gjilani. Mami, nëna ime është nga Gjilani, Kosovës, që unë më flenë zemra dhe andej, gjithmonë. Argumentan është një pjesë e pashkëputshme. është familja cilën unë e jetë shumë e më shumëti. Unë e mendoj që këtë në qënë jeta do jetë